Besimtarë të shumë të mbledhen orët e para të mëngjesit për të falur namazin e Fitr Bajramit, një nga festat më të rëndësishme për muslimanët. Në orën 6:59 u bë falja e namazit, ku besimtarët u bashkuan në lutje dhe falënderim pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Safet Efendi Hoxha në mesazhin e tij për këtë ditë të bekuar përcolli urime dhe bekime për të gjithë besimtarët. Uroj gjithë besimtarët musliman festën e Fitr Bajramit, inshallah gëzojnë në familjet e tyre, në rrethet e tyre me gjitha të mirat e kësaj bote që Zoti na ka furnizuar, na ka shpërblir me ta. Unë kërkoj që në këtë festë gjithë ne familjarët të cilët jemi të dimë ato rregullat, traditat e familjes, ta ofrojmë familjen afër vetit, si atë ngushtë edhe pak më gjerë, të vizitojmë njëri tjetrin, të ofrojmë atë respektin, festimin edhe urimin, por në veçanti në qoftë se dikush ka qenë që i ka munguar ne familjarët edhe ta ngushtojmë edhe ta ndihmojmë, të jetë kjo festë e përbashkët për gjithë që ta gëzojmë gjithë pak a shumë, njeriu kur i ofrohet njeriu i jep atë energjinë e mirë pozitive edhe ndihmon, edhe në urimet gjithë besimtarëve për shumë vite. Ndërkaq njëri nga besimtarët, Femi Haxhi Kadria, uroi të gjithëve për këtë festë të shenjtë, duke shprehur dëshirën që kjo ditë të sjellë harmoni dhe gëzim në çdo familje. Unë kisha dashur që solidariteti të jetë më i madh, një herët edhe ndjenja e afërsisë farefisnore, mas pari vllazënore dhe farefisnore të jetë, si më thanë, të ripërtrihet, të mbahet ajo si traditë më hershme që ka qenë. Një herët timi të bashkuar edhe për çështje, sikur që është çështja e besimit, timi bashkuar për çështje nacionale. Kjo ditë e shenjtë është një moment gëzimi, falënderimi dhe bashkimi për të gjithë besimtarët.